Detaj pas detaj. Si u realizua vjedhja spektakolare në Muzeun e Luvrit, Franca të dielën është rënditur nga një prej vjedhjeve më spektakolare në histori. Për vetëm 8 minuta në zemër të Parisit janë vjedhur pjesë të thesarit të vlefshëm francez, por si arritën të hynin hajnat në Muzeun e Luvrit dhe të realizonin një prej plaçkitjeve më të sofistikuara në histori. Vjedhja është kryer në Galerinë Apollo në pjesën juglindore të muzeut më të vizituar në botë. Në orën 9 të mëngjesit, kur edhe hapet Muzeu i Luvrit, 180 metra larg hyrjes kryesore, u parkua një kamion me shkallë mekanike. Kjo sinjalizoi nisjen e plaçkitjes. Në orën 9:30, 2 anëtarë të grupit prej 4 personave u ngjetën me shkallë në balkonin e galerisë. Xhami dhe dritaret prej druri nuk ishin problem, sepse hajnat kishin marrë pajisje të sofistikuara me vete. Autoritetet franceze kanë konfirmuar se dritaret nuk janë të përforcuara. Në orën 9:34, hajnat vetë ndodheshin brenda galerisë. Rojet e paarmatosura ekën pasi të maskuarit i kërcënuan me pajisjet e tyre. Pamjet nga kamerat e sigurisë konfirmojnë se hajnat për 3 minuta e 57 sekonda arritën të merrnin bizhuteritë mbretërore dhe të eknin. Bizhuteritë mbretërore të Francës janë ato që kanë mundur të shpëtohen nga revolucioni francez i vitit 1789. Shumë prej tyre datojnë nga shekulli 19 dhe janë mbajtur nga familja mbretërore e Napoleonit dhe nipit të tij, Napoleonit të tretë. Mirë, po jo gjithçka ka shkuar sipas planit. Hajnave u ka rënë edhe kurora më e vlefshme e Eugenës. Kjo kurorë është gjetur në tokë dhe dëmtuar. Në orën 9:38, hajna tentojnë t'u avën flakën shkallëve mekanike, para se të eknin me skuterët Yamaha të Max, që kapin shpejtësinë deri në 160 km/h. Deri më tani drejtimi se ka kanë ikur mbetet mister.